Përshëndetje miq, mirë se ardheni në video 3. Në këtë video tash t'ju tregoj makinën time të parë që e kum ble në Gjermani. Është bë gati një vjet e gjysmë që kum marr, po nuk është që e kum marr, domethënë kret me parë që të mijat, po më kanë ndihmu normal edhe gruaja se veç vet jam të shkuar lan kurs, domethënë nuk jam të punu full site për këtë arsye, nuk jam të fitu palesa që më mujt me marr këtë makinë. Kum dash normal me marrë me pare kesh, kështu jo me pagu me kredit na me sene, s'kam qef mu përzi me ato sene. S'po du me marrë ndoshta komente negative, se e di që shumica e shqiptarëve i marrin me kredit na. Ata e din mas mirë, unë për vetin tem drejtë me thonë nuk kum dash. Kjo është makina, është Renault. E kemi marrë 6.400 euro, prej 7.000 euro u kanë. Do më thonë na kalon 6.400 të ushti si gjithë shqiptarë. Makina është automatike, diesel, i ka pas 150.000 të kalume. Na u ka dash automatike shka ku ma mirë, thëshëm se me të vërtet si avlen, tu kanë automatiki me marë manuel nuk ja vlen. Përgjithsi është shumë mirë, motorin e ka pas shumë perfekt, për atë arsye kemi vendosur me marë qitë makinë njerë për njerë, sa për fillim, sa me na kry punë, me mujt me shku me ble hard, këto gjanat me ashtu, është shumë super. Tash kum i grajt edhe mrena, ose t'ju tregoj një herë mrena, edhe mandena edhe kum i grajt edhe e këshyrni. Kem sot e lajtëm, e kena bat zic, e ku marrë ka që ja 2-3 javë ka ndoshta, ama s'kum pas kohë, jem ka një zonë me punë, qëto kohë e gjetëm e lajtëm, edhe thash hajtë pëse ta bëj një video t'ju tregoj, është që tash automatik, që 150.000 kalume i ka. Ja kemi bon që tash edhe një pak, që edhe mrapa. është shumë mirë, shumë përgjithsi, shumë rregull është. Makinë e mirë për familje, shumë super, se neve na u ka dash edhe një bagazh i madh, shkaku që për me marrë kolicën e fëmijëve, që domethënë është super. Te i shtinëm pak senet këto që e lajtëm kjerrin që shtash. Shumë përgjithsi është shumë super. Renault nashta firmë Renaulti, po njerë për njerë, edhe unë po thamë zban shumë me asi me zgjedh, si për fillim gjithmonë shumë super është. Tash edhe kum i grajt, hajde. Qyre qfar qelsi e kish, janë gjitëm Kosovën me të regu që jemi Kosovar. Inshallah shpresoj edhe juve ju bën ëndrat realitet. Normal dikush tash ka me thonë o çfarë kerri pas ke marrë gyrbet, ama tash jam fillestar, do më alon një vjet e gjysmë si kemi bën. Edhe me rëndësi që ka thënë me hec, me mujt me të kry punë, se e dim edhe na që ka kerra të mirë, ma të mirë, po këta të bën kadal. Tash t'ju tregoj edhe muzikat, basin e muzikave, ka bas është firma, bile mu shmija që qitja aty poshtë e ki. Kështu pra, shihemi videot e tjera, sau.